Gjatë një ligjërate nga matematika në Universitetin Columbia, një student e zuri në gjumë dhe me pas u zgjuan nga zhurma e studentëve ku ligjërata mbaroi. Ai vuri re se profesori kishte shkruar 2 detyra në tabelë. Ai supozoi se ishin detyra shtëpie, ndaj kopjoi në flitorin e tij për të zgjidhur në shtëpi. Kur filloi të merrej me to, e kuptoi se ishin shumë të vështira. Megjithatë, ai nuk u dorëzua. Kaloi orë të tëra në bibliotekë duke mbledhur referenca dhe duke studiuar derisa më në fund arriti të zgjidhte njërin prej tyre, edhe pse me shumë vështirësi. Për çudi, në orën tjetër të mësimit, profesori nuk i përmendi fare detyrat. Kurioz, studenti u ngrit dhe pyeti: "Profesor, pse nuk i përmendet detyrat nga ora e kaluar?" Profesori u përgjigj: "Ato nuk ishin të detyrueshme. Thjesht po jepja shembuj të problemeve nga matematika që shkenca dhe shkencëtarët ende nuk i kishin zgjidhur." I habitur studenti tha: "Po unë e zgjidha njërin prej tyre në 4 faqe. Zgjidhja që ai gjeti ju njoh dhe u dokumentua në Universitetin Columbia. 4 faqe që ai shkroi mbi problemin janë ende të ekspozuara në atë institucion edhe sot e kësaj dite." Arsyeja kryesore që ai arriti ta zgjidhte ishte se nuk e dëgjoi pjesën ku profesori tha: "Askush se ka zgjidhur ende këtë problem." Në vend të kësaj, ai besoi se ishte një problem që duhet zgjidhur dhe ju qas me përkushtim, pa u frustruar dhe ja doli. Mos i dëgjoni ata që ju thonë se nuk mund të arrini diçka, sepse shumë të rinj sot rrethohen nga dyshime dhe energji negative. Disa njerëz qëllimisht mbjellin fara të dështimit dhe zhgënjimit. Ju keni fuqinë të arrini qëllimet tuaja, pavarësisht se sa të vështira janë. Vetëm vazhdoni të provoni, mos u dëshpëroni dhe mos u zhgënjeni. Ka përceni pengesat dhe të përmbushni ëndër. Mjafton të besoni te Zoti dhe të vazhdoni të përpiqeni.